Atëherë, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë edicion të dytë. Unë që po ju flas jam Muhamet Bishka dhe në këtë edicion kemi rreth 30 biznese që do të jenë pjesë e këtij panajiri virtual. Pjesa më e madhe nuk do jenë online për shkak të angazhimeve që kanë, por ata që janë prezent do të kenë kohën e tyre që mund të flasin edhe të prezantojnë veten e tyre për të parë mundësitë e bashkëpunimit. Përveç kësaj, ky event do të jetë dhe i regjistruar dhe do të kemi mundësi ta shohim edhe në YouTube, ku do të jenë të lidhura dhe të gjitha linqet e këtyre bizneseve, që kush ka interes pastaj të kontaktojë me këta biznese. Do doja të falenderoja sponsorin e parë, që është Kokoal, me produktin e tyre të veçantë Pulastreni, dhe sponsorin e dytë që është Alba Filters, i cili merret me filtra uji. Dhe si fillim do doja të prezantoja pak panajirin online me që dhe na ka ftuar në këtë edicion dhe e kam obligim që të bëj një prezantim. Atëherë kjo është faqja kryesore e platformës Panajirit Online, që është një platformë për biznese, ku një klient ose një vizitor në momentin që hyn kërkon, këtu ku thotë shkruani kërkesën që ju keni dhe dalin gjitha shërbimet nga këto biznese. Këtu është lista kryesore tek bizneset me bizneset kryesore, ku secili biznes, ju lutem vetëm bllokoni zërin që mos të interferojmë. Këtu është lista e bizneseve kryesore që janë pjesë e kësaj platforme. Me që e kemi këtu Alba Filters, e kemi dhe sponsor, për klikojmë ta kemi gati. Ju lutem zërat i bllokoni, sepse interferon. Mirjeta edhe Dryni. Mirjeta dhe Dryni. Okej. Pra, Panajiri Online ofron listimin e bizneseve dhe çdo reklam që këto biznese kanë te profili tyre automatikisht shfaqet tek lista e ofertave. Dhe këto oferta mund të jenë oferta ditore, javore, mujore apo B2B. Këto janë oferta të ndryshme. Një gjë tjetër që kemi bërë update e Panajiri Online janë partnerët, ku nëpërmjet partner marketing të gjitha bizneset do ta kenë të thjesht për të gjetur një agjenci marketingu. Këto janë disa nga agjencitë e marketingut që tashmë kanë të drejtën të krijojnë profile tek Panajiri Online dhe t'i menaxhojnë. Dhe në datën 28 qershor kemi dhe eventin e dytë, ku do të na bashkojnë dhe agjenci të tjera. Shkurtimisht, një biznes tek Panajiri Online mund të listojë njoftime të ndryshme, mund të listojë evente nëse ai ka, për shembull për një promovim apo për një inaugurim. Këto janë disa nga eventet të ndryshme që kanë ndodhur ose do ndodhin në të ardhmen. Për shembull, ja kjo që është Expo, që është edicioni i dytë. Në këtë lloj forme shfaqet eventi dhe është interesant sepse këtu ky aplikimi personi i plotson dhe automatikisht to të dhëna vinë në email. Tregon sa ditë ka ngelur, sa vende ka ngelur, dhe është shumë interesant. Kaq për sa i përket Panajirit Online, kështu që do doja të kaloja tek sponsori, një nga sponsorat, që është Alba Filter, me që nuk e kemi prezent, po bëjmë një prezantim shkurt. Kjo është faqja kryesore tek profili që ka te Panajiri Online. Aktualisht Alba Filter ofron filtra uji me rubineta për dush, sisteme
osmos, filtra qeramik, pajisje për trajtimin e ujit, UV, sisteme për heqjen e klorit, filtra për depozita, sisteme për filtrimin industrial, zbutësa, filtra për mbrojtje. Pra, të gjitha çfarë ka të bëjë me filtrat e ujit. Faleminderit për Alba Filters dhe kalojmë tek sponsorit tjetër, që është Cocoal me pulastrenin. Ta gjejmë pak Cocoalin. Për të klikuar tek linku dhe si fillim do doja të vendosja një video nga Cocoal dhe Pulastreni me produktin e saj të veçantë. Të thot gjyshi, çfarë shije ka natyra? Hajde ke gjyshi. Këto janë modelet ideal. Coco me Pulastren. Nga ferma Cocoal. Faleminderit Cocoal. Ishte sponsori kryesor i këtij eventi. Kështu që për çdo detaj do të keni të dhënat e fermës organike Cocoal tek grupi në WhatsApp. Atëhere kalojmë tek Elona me flokët jeshile që hyri pak në mes. Si jeni? Përshëndetje të gjithëve. Atëhere, Elona, është koha jote që mund të na bësh një prezantim shkurt të biznesit tënd. Ndërkohë që po vendos në sfond. Okej. Po vendos në sfond bizneset që janë pjesëmarrëse. Dhe kemi Troj Motor. Ne kemi Troj Motor. Që në 2005 e kemi akoma, këtu e 20 vjet. Është një biznes që bazohet tek gjithçka me 2 rrota. Maksimum 3 them unë. Maksimum, boll, si do më tepër. Po kur themi maksimum 3, dhe ai 3 është me pikpyetje. Me shumë dyshime, po. Vetëm nëse është dikush që ka probleme ekuilibrin me gjunjt apo mosha. Gjithsesi, jemi një biznes disi më ndryshe në krahasim. Sorry, më fal. Një sekond, bëj edhe një hapje se të blokoj zërin gabimisht. E hapa. Okej. E hapa? Sorry, po. Dëgjohen? Po. Okej, përshëndetje të gjithë, nuk e di u dëgjohesh para. Po, super dëgjohesh. Unë vetëm po të rregulloj emrin. Okej. Hajde, unë mendova se kisha vesh dhe bluzën e Trojt, imagjino pas kam haru. Jemi një biznes që operon prej shumë vitesh dhe i drejtohet gjithë motoristëve. Për momentin unë furnizoj si me pjesë këmbimi, si me veshje, si me gjithçka që ka nevojë një motorist. Ose dhe motoriste. Po. Furnizoj paka shumë Ballkanin deri tani. 20 vjet në treg, shumë fuqishëm, me shumë dashuri, me shumë energji, me shumë pasion dhe me shumë oksigjen, themi ne të motorave. Themi shumë oksigjen,
jo vetëm mushkëri, por akoma në qarkullim të gjakut, në tru dhe kudo. Atëhere, biznesi jonë është disi më ndryshe nga çdo biznes motorash që mund të keni dëgjuar ose mund të keni parë, sepse funksionon me çdo produkt që ofron dhe është unik. Ne nuk kemi sasi, ne kemi vetëm 1-2 maksimumi, sepse ne besojmë në thelb që jemi lindur unik, jemi unik dhe do të vazhdojmë të jemi unik. Nice. Plus që çdo produkt që ne ofrojmë është në çmim shumë ekonomik. Ose dhe akoma nëse duhen porosi të reja si për pjesë, si për veshje, ose i dhuratash për gjithçka që ka të bëjë me botën tonë, vjen në kohë rrufe, themi ne. Gjendemi në Durrës, kemi një lokacion jashtëmase shumë të bukur, shumë të mirë, jemi afër portit, gjë që do të thotë se kushdo i huaj që vjen dhe ikë një ndalesë ka me patjetër tek ne. Plus që ne jemi të antarësuar dhe kemi të bëjmë me shumë grupe të ndryshme nga gjitha anët e botës, por nuk do zgjatem shumë të pjesa e motorit, do më kundërshtojmë kushdo që është në makinë, por unë do vazhdoj të them që si ne nuk ka. Jo vetëm që shkencërisht është vërtetuar që oksigjeni shkon në tru, por sepse ne vlerësojmë çdo distancë, çdo moment dhe çdo sekond. Prandaj të gjithë motoristët kur zbresin nga motori kanë atë buzëqeshjen fantastike dhe janë shumë të lumtur sepse vlerësojnë atë gjë. Kurse kur je në makinë je stresuar, je mbyllur, nuk do lëvizësh dot, motor kalon kudo. Mbaron punë, ndihesh shumë i lumtur. Është dhe ajo ana tjetër psikologjike pastaj që u vërtetua prapë shkencërisht që vetëm ideja që ty të bën që të largohesh nga rutina. Nice. Dhe ti vetën e ndjen sikur je shumë i lumtur. Mbase ndonjëherë mund të jetë gënjeshtër e vetes, po. Para të dhënë Si thesh për tim? Para të dhënë çfarë makine je? Po, edhe ajo ka. Makina është makinë, je i mbyllur, pik. Do presësh në trafik, ka shumë gjëra, Se gjithsesi. motori thua ecën. Motori ecën. Nice. Nuk e Njoftim di doja të bëja është pak, më falni, nëse mbyllet Zoom-i, thjesht klikoni edhe një herë linkun edhe hapet me një herë. Okej? Se mund të ndodhe një gjë e tillë dhe mund të ndodhë për pak. Okej. le të ndodhe. Ne motoristat jemi mësuar me çdo të papritur, kështu që për ne s'është problem. It's okay. Atëherë kalojmë tek te Art Dru. Po, përshëndetje të Mund të gjithëve. hapësh kamerën që mund të flisni. Duke qenë se jam pak në një ambient jo shumë të përshtatshëm, po Okay. preferoj të qëndroj pak nëse është e mundur It's okay. me video mbyllur. Atëherë vazhdo. Siç a dëgjova? Po, shumë mirë dëgjohesh. Okej, jo se kam një problem me këtë pjesën e A jemi okay? Po, mund të vazhdosh. Okay, në rregull. Jo, kisha një problem, nuk kisha ngecur prandaj. Next. Okej, atëherë Art në Dru është një sipërmarrje e vogël, të cilën e kemi ndërtuar unë bashkë me bashkëshortin. Është një sipërmarrje e cila bazohet në produkte të punuara të gjitha në Dru natyral. Është një sipërmarrje e cila operon prej gati 6 vitesh në treg, me një shumëllojshmëri produktesh, duke nisur me bazën kryesisht të tavolinave, me pjesën e mobilimit të pjesës ambazhurave, dërrasave të kuzhinës, tavolina mesi, tavolina grënje. Domethënë gjithçka çfarë mund të punohet me Dru, si për ambiente shtëpie, biznese apo ambiente të tjera, ne i realizojmë. Kush janë produktet kryesore që ju realizoni? Po, unë i përmenda, po kam një problem me këtë pjesën e faqes, nuk e di apo dëgjohem apo jo. Dëgjohen shumë mirë. Ç'është një okay, gjë e në veçantë? Ç'është një gjë e veçantë për shembull që mund të na sugjerosh? E veçantë. Çdo gjë që ne bëjmë realisht është e veçantë për shkak se vetë materialet që përdorim janë materiale 100% Dru, edhe bëjmë kryesisht
që nga modelet e tavolinave, qoftë të mbrëmjes, qoftë të mesit, janë nga më të veçantat. Kryesisht punojmë me drurin e arrës dhe të lisit. Druri i arrës ofron një bukuri të jashtëzakonshme. Okej. Sa kohë mund të punoj për shembull një porosi, nëse e porosit? Shiko, një porosi varet shumë nga modeli, nga përmasat, nga modeli i këmbës që klienti zgjedh. Po prafërsisht. Varet që nga prafërsisht 10 deri në 14 ditë, varet pak nga ngarkesa e punës pastaj. Janë shumë komponentë që ndikojnë në pjesën e kësaj, po 10 deri në 14 ditë për të realizuar një punë cilësore ashtu siç klienti e do, minimalisht duhen. Okej. E thash, ne punojmë si përmarrje, punojmë çdo gjë që realizohet me dru, që nga tavolinat, që nga pjesa e TV stand, e mobiljeve të televizorit, dërasave të kuzhinës, nuk e di, çdo gjë tjetër që punohet me dru ne e përshtasim. E kuptoj. Si punë. Okej. Faleminderit. Faleminderit ju. Sukses e gjithë. Atëherë, kjo për një sekond mbyllet, kështu që klikoni linkun edhe një herë për të filluar në pjesën tjetër. Nikolin, po, është radha jote, mund të flasësh? Përshëndetje. Përshëndetje Nikolin, nga Vila Pepaj. Ju lutem bllokoni zërat ju të tjerët? Vila Pepaj, Razë. Yes. Po, Nikolin, mund të na flasësh pak për biznesin tënd, sa ko ka, qa ofroni? Ndodhemi këtu në Razë, Malësia Madhe, Shkodër, që në 30 km është nga Tirana, 2 orë e gjysh. Kemi shërbim hotelerie, restorant tradicional, gatimet zonës, mishin hell, djathra zirë, kaçimat. A je gjatë afër objektit apo? Po, afër, isha. Nëse mundesh për shembull që të na tregosh pak pjesën, ta kthesh kamerën ndoshta nga ana tjetër që të shikojmë pak. Patjetër, si ja tani. Pret ku kthehet. Na bësh një tur virtual kështu. Po, Besoj këtu. Po super. Kemi këtë bujtinën këto prej 9 dhomash. Aha. Kemi këtë parkun këtu para, një fushë sportive. Kjo është pjesa e restorantit. Okej. Ja u tregojnë nga poshtë. Po super. Mund ta shoh pak më shumë atë vilën ose Po, patjetër, po ja u tregoj përsëri. Kemi këtë fushën sportive, po, para restorantit jemi këto, kurse hotelerinë e kam lart. Kjo pjesa futu pak dhe të restoranti sepse e di që është shumë i bukur, domethënë. Unë isha para një 6 muajsh në mos të gaboj dhe jam kënaqur jashtëzakonisht shumë. Elona, ti duhet të vesh me patjetër me motoristat e tu aty. Mbase nga gushti. Futej çik tek agjenda jote, Po, prandaj po e shikoja. Kjo është pjesa e lokalit brenda. Ja kuzhina. Dhe kuzhina. Na nxirr dhe njëra të fushën jashtë, se që të shohim çik jeshillok. Super. Kjo fusha është parajs fare këtu. Realisht. Sa dhoma ishi? Jemi 9 dhoma për momentin. To lartë bujtina e drurit,
Kemi edhe një bujtinë, kemi veçmas, 100 metër këto në anë të fushës. Sa janë Atë total? kemi prej 6 dhoma që kemi atë tjetrën, 15 banë total. 15. Po, shumë. 15 dhoma. Plot motora, në rregull jemi. Do me thënë, Po, për ja vjen motora i merë. Po ja 40 veta, 40 veta. Total. Big like e ke. Faleminderit. Okej. E shënova unë. E shënova te to-do lista. Super. Atëherë kemi Armandon. Armando Hoxha e kemi nga Lezhë dhe ka pajisje dentare, kryesisht janë për B2B. Armando, a do të flasësh apo të hap profilin? A jeni duke parë ekranin? Këtë panajirin apo? Çfarë Jo, ekran? Jo, do ta bësh share. Duhet ta bëj share apo? Po. Po e bëj share. Po hy pak të bizneset këtu. Dhe po hy pak tek biznesi Armandos, që është Dental Store. Okej, kjo është Dental Store, si që shikoni këtu, ka të gjitha pajisjet e duhura që i duhen një klinike dentare. Klikojmë pak tek rreth nesh. Ka pajisje dentare, ka rrige, sterilizu, sisteme ndriçimi, aksesor, pasyra, opa, më na bëni piktura. Instalime, mirëmbajtje. Nice. Kështu që nëse keni ndonjë mikun tuaj që ka ndonjë klinik, mund t'ja sugjeroni Dental Store e keni tek Panajiri Online. Okej, atëhere vazhdojmë me Ilarin. Ilar? Mehmet, përshëndetje. Po, përshëndetje. Përshëndetje gjithëve, si jeni? Mirë, faleminderit. Atëhere, mund të na flasësh pak për biznesin tënd? Atëherë, po, Ilar është emri i kompanisë, por që ne përfaqësojmë Utensil Teknika, e cila ndodhet në Itali, jemi partner zyrtar prej disa vitesh, edhe ofrojmë në tregun e Shqipërisë edhe të Kosovës një gamë të gjerë të veglave të punës për gjitha kompanitë që punojnë me dru, alumin apo PVC. Disa prej veglave të përpunimit përfshin ndisje, shablona, sharra, freza, për gjitha apo punto, për gjitha sistemet e plastikës, që është për ndërtimin e dyerve apo dritareve, qoftë PVC, alumin apo edhe ato të drurit. Unë ndërkohë po hap dhe pak profilin, kjo është fabrika në Itali. Okej. Këto janë pak a shumë gjërat që ofrohen. Produktet, freza, punto, disqe, gjërat tilla. Okej. A kishe diçka tjetër që mund të shtoje? Jo, produktet janë të certifikuara, janë sipas standardeve të Bashkimit Evropian, është një ndër kompanitë e para në botë që ka bërë, le të themi, një revolucion tek përdorimi i këtyre veglave të punës me koka diamanti që janë të polikristalizuara, sidomos për përpunimin e aluminit, që është pak material i vështirë, pa lubrifikim, pa vaj edhe pa ujë, duke zgjatur dhe ato jetëgjatësinë për sa i përket konsumimit të këtyre veglave, kështu që në fakt është një biznes që është shumë specifik, kryesisht për këto kompani që merren vetëm me një drejtim. Kjo është për B2B, domethënë, vetëm për B2B apo? Pash atë vajzën që po komentonte mbi kompaninë e saj Art në Dru, ndoshta do t'i reverdisi, domethënë kjo pjesa e puntove që punohet në dru apo frezave.
Po, domethënë te këto kompanit jemi të fokusuara më shumë. Unë e humba për fakt çfarë thatë, sepse jam dhe me një fëmijë të vogël vërdall. Do e ndjek të gjithë nga fillimi në fund pa u shqetësuar, ndoshta kur ta marrim dhe të regjistruar. Patjetër. Se hyra në limit kur e përmendët, po e kuptoj pak a shumë dhe çfarë operoni për pjesën e veglave. Elona, rregulloje pak emrin të lutem, se ta kam shkruar gabim. Okej. Faleminderit për sqarimin edhe për prezantimin. Faleminderit juve. Atëherë kemi Armandon Dryni. Dryni Pikal dhe kemi Elidonin aty, i cili përfaqëson dy biznese. Elidon? Po, përshëndetje, më dëgjon? Po. Elidon, mund të na bësh një prezantim për Dryni Pikal dhe pastaj për kantinën Nurellari? Po, patjetër. Siç ishte edhe të takimi i parë, prezantimin dua ta bëj të shkurtër, sepse produktet e Drynit janë ato që na vijnë të fundit në mendje kur vjen puna tek çelësat apo te bravat apo te drynat. Dhe ne operojmë prej 2018-s në tregun shqiptar, kemi disa brende ndërkombëtare që tregtojnë në fushën e sigurisë. Të gjitha janë europiane. Do nisur që nga Gjermania, Spanja, Italia, Zvicra, Irlanda e tjerë. Nice. Produktet me Drynin këtu në Instagram. Kategorive që lidhen me mekanikën, pra ato çelësat e famshme që kemi në përxhepa, dhe tek produktet elektronike të sigurisë, që kanë bravat me cengishti apo me aplikacion, bravat smart lock, ne i quajmë, që gjejnë përdorim si në apartamente, vila, hotele, Airbnb e tjerë. Shkon merret me akses me kontrollin e aksesit, akses control, me zbërtje anglishte pak. Kontrollin e aksesit për rezorte, hoteleri, zyra, biznes të ndryshme. Njëkohësisht, pak a shumë kjo është portofoli i produkteve. Nëse dikush nga paneli ka pyetje apo kërkon informacione më shumë, mund të lundrojë te www.dryni.al ose të na shkruajë. Kurse pjesa tjetër, që është pjesa e pasionit, është vera, bën shumë miq. Nurellari është një nga kantinat më të mira sot në Shqipëri. Ndodhet në Berat, në Fushkeston, 10 kilometra nga qyteti. Nuk themi që është një ndër prodhuesit kryesor në tregun shqiptar. Eksportojmë në disa vende në Europë, Belgjik, Zvicër, Gjermani, në Amerikë pak. Kush e njeh verën ose kush është verdashës, duhet patjetër të provojë një gotë verë nga kantina Nurellari. Ja ku jemi dhe me kantinën këtu. Pamje nga kantina. Kurse nuk përsa dhe meti. Apo duket ekrani? Jo. Berati tashmë është një themi qytet që nuk flet më kurrë për shkak të turizmit. Është dimër verë, është plot me turistë dhe normalisht gjitha kantinat që janë të pozicionuara në qytet apo rreth qytetit kanë gjenë veten
plot me turista, por jo vetëm, por ti verën e gjeni në çdo do thoya, por në pjesën më të madhe të restoranteve ose në restorante më të mira në Tiranë, por jo vetëm, edhe në Durrës, Taranë, Vlorë, Gjirokastër, Korçë, Shkodër, Lezhë, kështu që në të gjithë Shqipërinë, edhe në Dibër madje. Sepse me hapjen e tunelit, për shembull, Dibra po frekuentohet shumë nga turistët, dhe kemi pasur një rritje të kërkesës dhe shitjeve edhe në ato zonë. Unë ju falenderoj për kohën. Faleminderit Helidon. Atëherë kalojmë tek Altini. Altini nga Posta Express. Altin, përshëndetje, më dëgjon? Altin, a je në linjë? Altin, a je në linjë, më dëgjon? Klikoje se ke të blokuar zërin, hape zërin. Hape zërin se ke të blokuar, Altin. Po, klikoj dhe njëherë. Altin? Tani po. Në dëgjon Muhamet? Po. Përshëndetje grupi, si jeni? Atëherë, një sekond Altin, sa të hap dhe pak profilin tënd. Ja ku jemi me Postën Express, që është pjesë dhe e platformës Panelit Online. Kështu që Altin, është koha jote që mund të na prezantosh çfarë ofron. Patjetër. Ju përshëndet gjithë grupin, unë jam Altini i Expressit, domethënë jam pronari i Postës Express 24. Dhe sa duhet ju them është që neve operojmë, domethënë Tiranën e bëjmë 2 herë në ditë, çdo pako që vjen tek neve vjen sot, nesër është në destinacion flasim Shkodër, çdo cep Shqipërisë, ndërsa Tiranën e kemi pak special që ja bëjmë 2 herë në ditë, që do thotë një herë mëngjes në orën 9 si çdo postë, pastaj kemi edhe këtë Tiranën Express që e quajmë ne, por tarifat janë të njëjtat, që është e mbledhin pakot në orën 1 deri në 2, më thonë deri në orën 2 drekës, pastaj shpërndahen gjatë nga ora 4 e mbrapa deri në 7-8 sipas klientëve, duhet 2 herë në ditë Tirana. Kjo është që do të them. Domethënë, po çdo zonë po 2 herë në ditë në Tiranë. Kjo është tarifat që kemi ne janë 2000 lekë Tirana, 3000 lekë rrethet. Kemi diçka special që domethënë i kemi likuidimet nga e hënën të shtunë 8-4. Më mirë se banka jemi, kupton? Domethënë kemi të veçantë shumë likuidimin që e kemi çdo ditë në orë, pa na thënë jo do vi nesër apo pas nesër, pa orar fare si ta dëshirojnë. Si me kupon, do flas si me bankë dhe pa bankë, domethënë me cash në dorë, nuk na prish puna e pjesë. Edhe që bëjmë Tiranën 2 herë në ditë, to e kemi që të veçanta që si kanë posta të tjera. Super, Altin të falenderoj, kështu që nëse keni për dërguar ndonjë porosi ndonjë gjë, edhe nga Durrësi dërgoj Melona, kështu që ju falenderoj shumë gjithë grupin. Elona, përshëndetje. Hape zërin. Se s'pape. It's okay. Okej, atëherë kështu. Jo atëherë kështu. Nuk e dëgjova të tjera. E dëgjova 4 herë për Tiranën dhe nuk dëgjova për qytetet e tjera. Për Durrësin, ja, gjithë Shqipërinë e ke. Çdo cep të Shqipërisë thuaj motrës, çdo cep. Okej. Kështu që e vendosa dhe një biznes tjetër të lista. E shikon? Ja, këtë bën panajiri virtual, lidh bizneset me njëri tjetrin. Partneritete. Më vjen mirë. Altin, të falenderoj që u bëre pjesë, realisht. Falenderoj juve që shumë kënaqësi. Të ketë vlerëtur edhe sigurisht te grupi që të kemi në WhatsApp, dua që të jeni pak më aktiv, pasi të mbaroj ky event. Do ri dërgoni edhe një herë të dhënat, edhe ata që kanë qenë, por edhe ju që keni hyrë për herë të parë sot. Kështu që mirë është të
të rifreskoni informacionet tek grupi. Atëre kemi Shpëtim Danin, doja një prezantim i cili na bëri dhe ftesën speciale në datën 3, megjithëse nuk u mblodhëm shumë, po it's okay. Ndoshta do kemi ndonjë ftesë herë tjetër. Përshëndetje grupi. Përshëndetje Shpëtim. Të sapo hapa mikrofonin. Super. Unë një uroj sukses të gjithë bizneseve, po i dëgjoja të gjithë me vëmendje. Edhe kam mendu t'i bëjmë radhë, e para duhet marrë një motor i herë, që s'këti. Tjetra është që po dëgjoja Vilën Pepa, besoj se i pari nga grupi që jemi këtu do ta vizitojmë për shef, se më pëlqeu. Super. Gjithashtu edhe me... Po do shoqëri mund të vi dhe unë. Patjetër, pse jo, miq. Fakti që do marr motor vetëm një do marr. Po vetëm. Me makinë pastaj disa tjerë. Okej. Te Pepa do shkoj, gjithashtu edhe te kantina në Rellaris, ndërkohë që po fliste Elidoni, unë u futa dhe po e shikoja në fakt nga Google-i. Unë Elidoni do i thosha që panele solare nuk paske, të duhen. Gjithashtu edhe Vilës Pepa nuk ka panele. Shpëtimi jam CEO i Naga Solar Albania, merre me panelet fotovoltaike. Gjithë bizneset janë fantastike, po ndryshën nga bizneset, po themi që po prezanton secili, me biznesin tim ju kursen. Në momentin që vendosni panelet fotovoltaike, çdo faturë juaja e harroni OSHE-n, i thoni bye-bye, nëse deri dje keni paguar, po themi 1 milion lek, 2, 5, 10 milion lek në muaj drita, nga ai moment që ju vendosni panelet fotovoltaike, automatikisht zerohen gjitha faturat. Unë me këtë aktivitet merrem dhe jemi të shtrirë në gjithë Shqipërinë. Bëjmë pafund biznese, kemi plot të tjera në proces, të tjerë na presin. Tani që është edhe sezoni, po themi që dielli vetëm rrezaton, juve do ta keni energjinë direkt nga dielli. Për sa i përket produkteve që përdor Shpëtimi, unë përdor brand gjerman, që do të thotë punoj me cilësi maksimale, si tek panelet fotovoltaike, si tek inverterat që janë, po themi, zemra e solareve, dhe çdo punë që e bëjmë në mënyrë profesionale. Gjithë klientët që i kemi deri tani janë të kënaqur dhe ajo që më bën të ndihem mirë është se pasi i mbarohet puna një klienti, të bën një telefonate dhe thotë Shpëtim, kur do të kalosh, do na lësh për një drek, për një darkë, sepse sinqerisht më duhet një investim i duhur, që unë kam bërë panelet, po themi, edhe tani nuk paguaj më energji elektrike. E vetmja gjë që i duhet pastaj çdo biznesi, shikohet hapësira, nëse është hapësira e duhur, sepse 1 kW panele fotovoltaike i zen rreth 5.4 m2 hapësirë, kështu që në bazë kilovatëve që i duhet secilit duhet me pa dhe hapësirën, dhe automatikisht pastaj zerohen faturat. Unë do doja që përveç se të flas vetëm unë, secili nga ju që mund të ketë ndonjë pyetje, mund të më thoni lirisht. Sa ko duhet parafërsisht që të kthehet investimi pas, po themi? Investimi pas paneleve solare në biznese duhet 2 vjet e gjys, maksimumi 3 vite. Kurse në familje shkon pak më gjatë, 4 deri në 5 vite, duke qenë se kilovatët për shtëpi janë pak, domethënë, më të ulta dhe fatura që vjen është po themi më e lartë po të krahason kilovatët familjar ose biznes. Por çdo investim automatikisht po themi të kthehet mbrapa shumë shpejt. E para kjo, edhe e dyta është që secili që bën një investim në panelet fotovoltaike, klienti e llogarit sikur po ja jep OSHE-s 2 vjet e gjys, 3 vjet para dhënie, dhe nga ai moment ai nuk shkon më për të paguar faturat e energjisë elektrike. Tjetra është që nëse po themi e zem në një faturë, po ja marr një shembull, 30.000 euro në një faturë me panele fotovoltaike, një klient mund të kursej 1 milion e gjys deri në 2 milion lek në muaj drita, e llogarisin kështu që unë me 30.000 euro nuk blej dot asnjë gazonjere, dhe nëse lëshoj me qera nuk i marr dot as 200.000 lek qera. Kurse me 30.000 euro investim panele solare, automatikisht kurset 1.5 deri në 2 milion lek në muaj, të vjetra flas. Interesante. Dhe
Për ata që kanë konsum, patjetër se ka biznese që nuk kanë konsum shumë të vogël, edhe ata nuk ja vlen të investojnë, pavarësisht se investimi bëhet mbas faturës që ka, mbas faturës mujore. Në këtë rast unë s'po përmend kantinat e tjera, po kemi bërë disa kantina, kështu që Elidoni nëse ka konsum atje tek kantina, dhe me thonë i duhen me patjetër panelet fotovoltaike. Nice. Okej, shpëtim, të falenderoj. Atëhere... Mos më mbyll ka shpejt, jam duke fol i fundit. Jo, ka dhe të tjerë, kam për të fol prapë unë, sepse jam duke prezantuar diçka interesante. Okej, mirë. Që ka më të rëndësishme. Tani, kemi Etlevën, e cila do të na bëj një prezantim të... Vetëm një sekond që të vete tek Etleva. A jeni duke parë ekranin? Meti, derisa të hapi mikrofonin Etleva, Etleva, hapi mikrofonin. Derisa të hapi mikrofonin, do të thotë këtë që kur ta lëm herë tjetër për të pirë nga i kafet të votra, mundësisht mos mungoni. Të falenderoj. Do mundohemi që të mos bëjmë mungesa kësaj here. Altinin një herë di e kam të sigurt. Altin, nëse se e ka blokuar zërin. E ke blokuar zërin, Altin, nuk dëgjohesh. Altini vjen ekspres. Duhet të mësohesh çik me teknologjinë, Altin. Po, doja të thoja, për mua kjo është era parë që ka shumë interesante dhe më pëlqeu shumë. Edhe urime për këtë, që ka shumë gjë interesante. Është akoma dhe më bukur. Por zotin që ka shumë gjë interesante. Çdo kush flet për biznesin e tij që ka shumë gjë e bukur. Po. Atëhere, unë do doja të kisha një ftesë, se kjo është tip ftese speciale që i kam bërë Etlevës. Unë jam pjesë e Deal Shaker dhe në datën 27 të këtij muaji ka një super event në Tiranë, por për më tepër do doja t'ja lija Etlevës, unë i them shefe, sepse është një nga ekspertet e kriptovalutave në Shqipëri dhe po bën një gjë të jashtëzakonshme që me të vërtet është me shumë vlerë për bizneset shqiptare, por po ja lë të flas ajo, edhe pastaj nëse keni ndonjë pyetje, jemi këtu për çdo gjë, unë edhe Etleva. Etleva, përshëndetje gjithë grupit, me gjithmonë që ka shumë interesante kjo pjesa e bisedës mes bizneseve. Unë jam Etleva Treska, me profesion jam kontabël i miratuar, ekspert fiskal edhe audit i brendshëm publik. Është dashuria ime më e madhe e jetës financa. Fakti që jam kaq shumë e dhënë është orari punës nga ora 9 deri në 8 të darkës. Kështu që për çfarë do të doni për pjesën e konsultave, për pjesën e bisedave rreth biznesit, atëherë unë jam e hapur me çfarë do lloj biznesi, pasi në zyrë kam një numër të konsiderueshëm llojesh biznesi që i mbaj prej vitesh pasi jam e vjetër në treg. Duke qenë që dua të jem financiere, po të jem numër 1 për sa i përket profesionit, në 2017 fillova dhe studiova për kriptovalutat, pasi mu duk interesante dhe çdo gjë e re duhet studiuar. Dhe më vonë unë jam emëruar si përfaqësuese zyrtare për Shqipërinë dhe për Kosovën në platformën Deal Shaker. Çfarë është platforma Deal Shaker? Platforma Deal Shaker është një platformë online, ashtu si Booking, ashtu si Amazona, por ndërkohë funksionon në 194 shtete të botës. Është e fuqishme, në vende të ndryshme ka arritur të marrë edhe çmime për sa i përket brandit që ka kjo platformë apo edhe brandeve të tjera të produkteve që ka. Kështu që mua më duk shumë interesante, duke qenë që kriptovalutat zhvillohen shumë. Unë dua që bizneseve t'ju ofroj që të kenë dhe një mundësi për të rritur klientët e tyre. Duke bërë pjesë e platformës, bizneset kanë mundësi që të regjistrojnë falas, t'ju bëhet publicitet në 194 shtete të botës dhe ndërkohë të rrisin numrin e klientëve. Ashtu funksionon si çdo biznes tjetër. Në datë 27 dhe 28 qershor, unë vendosa ta shkund Ballkanin dhe të bëj një event dhe një expo ballkanike,
ku do të vinë edhe për te Ballkanit, si Rumania, Rusia e shtetet të tjera. Bizneset do shesin me coin o me kripto, një pjesë dhe pjesën tjetër të çmimit mund ta kenë me euro, me lek. Kemi prioritet. Që thesh për të marrë një shembull, unë jam pjesë tek Deal Shaker dhe shërbimet që ofron Panairi online aktualisht, unë i kam ofruar me 50% me valut, pra me euro ose me lek, dhe 50% me coin, që do të thot, dikush që i ka coinat gati aktualisht, ose mund t'i blej, ai mund të marrë një shërbim të Panairi. Por çfarë ndodh? Bëjmë një shembull. Supozojmë, unë shes një shërbim 50 coina dhe 50 euro, dikush tjetër shet të njëjtën gjë. Dhe neve nuk kemi nevojë që ta paguajmë diferencën me lek, por e paguajmë me coin, sepse dhe coini ka të njëjtën vlerë. Nëse unë kam akumuluar 100 coina dhe një produkt kushton 100 coin, unë e bëj pagesën me coin. Pra, ajo vlera e coinit është automatikisht edhe lek. Jo që në vura re, të gjitha bizneset që janë këtu do ta kishin një suport të madh platformën Deal Shaker. Për shembull ajo që pam neve hoteli ishte shumë i mirë për të bërë një pjesë pagesës për të zënë dhomat me kripto dhe një pjesë me cash, dhe duke qenë që mbase pikun e sezonit mund ta ketë dhe mund ta marrë cash, po mund të thotë që filloj këtë lloj pjesën në Panair nga tetori deri në dhjetor, e zgjedh vetë periudhën, çmimin dhe përqindjen që mund të doj ta paguaj në kripto apo në cash. Çfarë është e rëndësishme? Kjo kompani prej 194 shtetësh që funksionon, në javë 40 biznese i merr dhe i promovon zyrtarisht kompania dhe kjo është free. Ne paguajmë vetëm përqindje në momentin që një kompani që regjistrohet shet një produkt të vetit. Vetëm në atë moment kompania mban 2%, 3% varet nga raporti me kripto apo me euro. Ajo që unë do thoja, do t'i ftoja që të bëjshin pjesë, meqense kosto është zero, dhe të jenë pjesë e eventit për të parë se si bizneset shesin dhe njerëzit do blejnë nga shtete në një pyetje. Po. Tani në fund e ka janë zero, dhe me thonë regjistrimi atje nuk ka kosto? Jo, nuk ka kosto. Ato i regjistroj ju dhe i mësoj pastaj njerëzit që të bëjnë dealerat e tjerë vetë. Është pa kosto. Pra, nëse ju që jeni këtu, po dhe ata që do të dëgjojnë më vonë këtë video, nëse duan që të bëjnë pjesë e këtij eventit dhe pjesë e Deal Shakerit, më kontaktoni dhe unë ju orientoj se si të hapim një profil tuaj në platformë dhe të mund të hidhni shërbimet ose produktet tuaja, ku një pjesë do të jetë me coin dhe një pjesë do të jetë me vlerë monetare. Po themi kemi një produkt që kushton 1000 euro, mund ta shesim 700 euro që do të jetë në vlerë euro dhe 300 euro do të jetë në coin. Dhe nëse dikush blen, sepse blerja bëhet në platformë, kompania mban një përqindje shumë të vogël. Ky është thelbi. Eksakt. Por ka shumë klienta të cilët kanë coina dhe ata duan që të blejnë një pjesë me coin dhe një pjesë me lek. Dhe kjo ta jep mundësinë neve që të shesim. Kjo është ideja. Jemi kamerë dhe. Okej? Mirë të leva. Faleminderit që më dhanë mundësinë dhe faleminderit për këtë prezantim që bën dhe bizneset e tjera, pasi njoha shumë miq të ri, besoj, sepse të gjitha çfarë ishin më pëlqyen dhe janë njerëz të lirshëm që duan të bëjnë bashkëpunim dhe me këto njerëz punohet vet. Dhe për gjithë këto zyra ime është e hapur për çfarë do të kenë te pjesa e konsultave, te pjesa e ka zyrën tek ish tatimet afër 21-shit. E ka fiks mu përballë ish tatimeve. Tani, nga ana ime Nga ana ime, kam një surprizë, mund ta quaj kështu, sepse kam një javë, pothuajse, që jam angazhuar në një kompani japoneze, përveç gjërave që bëj, jam angazhuar dhe te kjo kompani,
Dhe Inegic është një kompani japoneze që ka mbi 50 vite në treg dhe ka një pajisje, që është kjo pajisja këtu, e cila bën ionizimin e ujit dhe bën rreth 7 lloj ujrash. Unë po i lexoj se si kam mësuar akoma mirë informacionet, po i lexoj. Pra, po ta shikoni këtu ka ujë me pH 4 deri në 6, që quhet uji i bukurisë. Ky ujë është me pak acid, një dhe për efektet e tij astiringens, është i mrekullueshëm për të përdorur për pastrim të butë dhe kujtes bukurie, larja e fytyrës, kujdes për flokët, për kafshët shtëpiake, pashtrimin e xhamave, zvendëson tonerin dhe sjell lëkurën në gjendje natyrore, thotë. Tjetra është uji i pastër, uji me pH 7 është uji shumë i mirë për fëmijët. Për shembull, fëmijën djalin tim që unë kam të vogël, që është 9-5 vjeç, është shumë i mirë sepse ai është ky lloj uji është fiks për këta. Dhe ky lloj uji është edhe i mirë kur ne përdorim ilaçet. Efekti që jep ilaçi është shumë herë më i mirë se sa përdor një ujë normal. Uji është ujë neutral, është i pa ionizuar, ujë i pishëm dhe i shijshëm. 8.5 me 9.5, ky ka fuqi antioksiduese, pra është antioksidant, është kundra inflamacioneve, rregullon nivelin e acidit në stomak, ata që vuajnë nga gastriti ose refluksi, lëfton reumatizmën, artritin. Janë mbi 100, po themi, sëmundje të cilat i parandalon ky lloj uji. Dhe kemi dhe ujin e fort alkaline. Ky është për shembull pastron në shtëpi, s'ke nevojë që të përdorësh më detergjent, por enët mund të lahen me këtë ujë. Pra këtu thotë për shumë pastron terrasat, mbulesat e enëve, njollat e vajit, pastrim të përgjithshëm të kuzhinës, heq njollat e kafes, salcës, vajit, njollat e forta të tualetit. Kështu që është shumë i mirë, s'ke nevojë që të blesh këto detergjentët, ndërsa ky që është me pH-in 2.5 deri në 2.7, ky është një që mund ta përdorim për të dezinfektuar duart, dhimbjet për bajamet për shembull, bëjmë gargar dhe e nxjerrim jashtë. Në sallonet e bukurisë për shembull mund të përdoret për flokët, për larjen e ushqimeve. Ky është shumë i mirë, domethënë sepse nëse këto sallatrat që ne përdorim ose perimet, nëse pastrohen me këtë lloj uji, i heq të gjitha herbicidet dhe pesticidet që hidhen. Po ta keni vënë re, për shembull kur ne ham ndonjë moll edhe e lajm, ajo është si punë vaj i lartë. Edhe kjo gjë ja pastron dhe e bën mollën natyrale, 100% natyrale. Nëse doni informacion më tepër, kjo përveç se është një produkt shumë i mirë, një pajisje shumë e mirë, domethënë që çdo njeri ta ketë në shtëpi, kjo është edhe një mënyrë ose një sistem biznesi për ata që duan të shtojnë të ardhurat e tyre paralelisht me punët që bëjnë. Unë i kam 2 projekte të mia, por u përfshira edhe te ky projekt sepse realisht më pëlqeu shumë fare. Kështu që shumë shpejt do të hap edhe website-in ionizwater.site.al nëpërmjet panajirit online, por që s'pata kohë që ta përfundojmë, besoj se shumë shpejt do të jetë gati dhe ai. Dhe aty do të jenë pastaj të gjitha informacionet që ju duhen. Kështu që nëse keni ndonjë pyetje ndonjë gjë, për më me detaje do bëjmë një prezantim special për këtë gjë me të gjithë partnerët e panajirit virtual. Okej, atëherë kemi dikë tjetër? Mando me Albi. Kemi me Albin nga menuja online. Me Albi, a je në linjë? Me Albi? Okej, mund të bëj një prezantim të shkurtër të menus online, po hyj këtu.
ku është menuja online me QR kod. Nëse keni në një restorant, në një pizzeri, fast food, kafene, hotel, lounge bar, menuja online është mënyra më e mirë për të... Pra, menuja online është... Ta bëjmë share. Kjo është menuja online, ku biznesi liston të gjitha produktet e tij dhe klienti s'ka nevojë që të therras kamarierin, por e ka një QR kod në tavolinë, ai thjesht e skanon edhe automatikisht klienti ka hyrë tek menuja. Ja se si duken menut që vendosen në tavolinë, se menuja online përveç se bën menun online, bën edhe mbajtëset e menuve në tavolinë, ka disa lloj menush, ose disa lloj mbajtëse më saktë. Mund të ketë me plexiglas, me metal. Ja, kjo është një variant tjetër. Kjo është pak a shumë për sa i përket menus online. Atëherë kaloj edhe një herë tek sponsori gjeneral që është ferma organike Cocoal për të dëgjuar edhe një herë videon prezantuese. Ti thot gjyshi, çfarë shije ka natyra? Atë ke gjyshi. Këto janë modelet ideal. Coco V, pula shtre, nga ferma Cocoal. Atëherë, nëse s'keni diçka tjetër për të diskutuar, shihemi në edicionet e tjera, po vendosim edhe një herë banerin e të gjithë pjesëmarrësve në këtë edicion. Ju uroj shumë suksese, mbarua më shpejt se sa duhej. Kështu që shihemi në edicionet e tjera. Faleminderit për pjesëmarrjen e gjithëve, për të gjitha këto biznese që ishin pjesë e këtij edicioni, pavarësisht se pjesa më e madhe nuk ishin prezente. Të dhënat e tyre do të jenë në notes tek video në YouTube. Faleminderit.